Unë i thash vetes, çfarë po bën? Ku po shkon? Si mendon ti? Ndryshon njeriu apo s'ndryshon? Zgjohesh dhe thua, mjaft. Do doja të takoj, po takoja 30 vjeç, do të isha martuar. Se vdes kur e dëgjoj, të vdes i adhuroj njerëzit që thon, ta them nesër. Konsiderohesh si ajo kafsha e punës. Mi vin të 30-40 tash të çmendën fare. Unë për shembull kam qenë në makinë më nevrik. Na ndihmo që burra shqiptar në makinë, si ka ikur nervi? A kërkon njëri të transformohet nëse nuk i ndodhi goditja? Prandaj dhe unë të rishpikjen time në të 40-at nuk e quaj tamam rishpikjen, thjesht e quaj gjetjen e gruas. Unë ty do të bëj mirë, sepse unë të dua ty. Dhe pse je besimtare fes, kuptove që disa përgjigje nuk i gjeje dot. Unë madje kam vetë si shaka që në varr të tërë kanë ditëlindjen, unë do të kem kilet. Për njeriu të bëj dhe jetë tjera brenda një jete. Shikon 40 habite që ke energji. Thjesht nuk përballim veten sepse jemi të aftë të bëjmë çdo gjë. Abracadabra, fjalët krijojnë. Kemi frikë të vdesim me pendesa që ne erdhëm në fund dhe nuk arritëm dot ta jetojmë jetën siç donim.